Alfredo Shabani dhe Sergio Hajdini. Atëherë mirë se erdhët. Mirë se na erdhët ju në Tiranë. Tregoni si është ndjenja të merrni pjesë në një festival që rikthehet pas 20 vitesh. Unë fakat të festivalit nuk kam arritur në atë kohë, por shumë kënaqësi që po e jetoj tani në këtë kohë. Ne të dy jemi autorë të një këngë, vetëm Slirot në këtë festival, e këndon Casey Yazzi. Unë jam shumë kënaqur për atë këngë. Vetëm Slirot. Vetëm Slirot, po. Ju uroj sukses e Caseyt edhe. Atëherë suksese, por mbi gjitha nga çka duhet të çlirohemi më shumë? Ne duhet të çlirohemi nga çdo energji e keqe, ta jetojmë jetën siç na vjen, të jemi krenar për veten tonë, ta jetojmë jetën dhe mos kemi pishmane. Kur përmendet Kosova, çfarë energjie ndjen? Energji shumë e mirë. Kam prekur festivalin e fundit në RTK. Isha mbështetës të disa miqve të mi dhe ishte një energji shumë e mirë dhe uroj që këtë vit bashkë me Sergjon të jemi autor pse jo të një këngë. Atëherë suksese për këngën tuaj. Faleminderit.